Çdo vit me 31 maj shënohet dita botërore pa duhan, një nisëm e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe partnerëve të saj që synon të rrisë ndërgjegjësimin për rreziqet e duhanit dhe të nxjisë më shumë njerëz ta lënë atë. Miliona qytetarë në mbar botën vuajnë nga varësia e duhanit dhe rrjedhimisht edhe nga pasojat shëndetësore që sjell. Përmes një reagimi Instituti i Shëndetit Publik shkruan se kompanitë e duhanit dhe nikotinës i dizajnojnë qëllimisht produktet e tyre për të krijuar varësi. Zinxhiret e varësisë mund të thyen dhe përfitimet për ata që lënë duhanin janë thuajse të menjëhershme. Brenda 20 minutash rrajet e zemrës ulën, pas 2 deri në 12 javësh funksioni mushkërive përmirësohet dhe brenda një viti rreziku i sëmundjeve të zemrës përgjysmohet. Në këtë ditë sensibilizimi është shumë e rëndësishme të theksojmë faktin që ne nuk mund të jemi të varur nga asgjë dhe nga askush. Ne mund të frymojmë dhe të jemi të lirë dhe nuk kemi pse krijojmë varësinë ndaj nikotinës apo duhanit, që janë dy vrasës shumë të tmerrshëm të organizmit. Kundër duhanit, jo nikotinës dhe vetëm sport. Rekomandojmë dalje në natyrë, dëgjim muzike, shoqëri e shëndetshme, lëvizje, bërjen e aktivitetit fizik, po sigurisht edhe shijimin e frutave dhe ushqimeve të shëndetshme që të largojnë pak mendimet e turbulluara dhe të mos kemi këtë lloj pamje apo këtë lloj mendimi dhe gjykues për veten, për shëndetin mendor, sepse është shumë e rëndësishme të kemi shëndet fizik, por dhe shëndetin mendor njëkohësisht të fortë. Fushat aktiviti zhvillohet në sloganin Zotohu dhe lëre, duke u përqendruar tek mbështetja për ata që duan të heqin dorë nga duhani. OBSH kujton se duhani mbetet një nga shkaqet kryesore të sëmundjeve të rënda si problemet e zemrës, kanceri, sëmundjet mushkërive dhe diabeti. Edhe tymi pasiv konsiderohet i rrezikshëm për shëndetin. OBSH vlerëson se shanset për të lënë duhanin rriten ndjeshëm kur personat marrin mbështetje nga profesionistët e shëndetit. Për këtë arsye janë zhvilluar dhe mjete digjitale si aplikacione dhe chatbot që ofrojnë këshilla dhe ndihmë për ata që duan të lënë duhanin. Sipas të dhënave globale, miliona njerëz në botë vazhdojnë të jenë duanpirës, ndërsa Europa mbetet një nga rajonet me përqindjen më të lartë të konsumit.